Gjykata kushtetuese dhe deklarata e kreut të këtij institucioni Darko Konstantinovski të bërë disa ditë më parë, ku tha se njoftimet për qytetin e sigurt dërgohen në gjuhën maqedonase dhe mund të dërgohen edhe në gjuhën angleze, por jo edhe në gjuhën shqipe, ka qenë temë diskutimit në emisionin Debat në Shenja, ku të ftuar kanë qenë ish avokati i popullit Naser Ziberi dhe ish antar i Këshillit Gjyqësor Milazim Mustafa. Ziberi e ka cilësuar si të gabuar dhe të ngutshëm vendimin e kryetarit të gjykatës kushtetuese lidhur me njoftimet për gjova përmes SMS-ave. Ziberi tha se një vendim i tillë ishte i pritshëm, duke pasur parasysh, sipas tij, strukturën dhe mënyrën e funksionimit të gjykatës kushtetuese, si dhe drejtimin e saj aktual. Ishte edhe i pritshëm edhe i gabuar. I pritshëm duke pas parasysh strukturën e asaj gjykate. Njeriu e parë i cili e drejton gjykatën, mënyrën e vendosjes në gjykatën kushtetuese dhe kur të kien parasysh gjitha këto rrethana, nga ky aspekt po them që ishte i epilog i pritshëm. Por që është i gabueshëm, është pa diskutim i gabueshëm, sepse nuk është i mbështetur në dispozitat kushtetuese dhe ligjore. Aq më tepër ju e cituat deklaratën e tij, ku në një pjesë ai thotë se me rëndësi dhe më rëndësi do të ishte sikur këto lajmërimet qytetarëve të jenë në gjuhën angleze. Ndërkaq, Milazim Mustafa theksoi se Konstantinovski duhet të ketë të qartë se përveç gjuhës maqedonase, edhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në maqedoninë e Veriut. Sipas tij, me deklaratat e tij, kreu i gjykatës kushtetuese e ul pozitën e institucionit që përfaqëson, duke treguar siç tha, mungesë njohurie për dispozitat kushtetuese që ai vetë duhet t'i mbrojë. As juridik as politik nuk kisha titulluar se nuk përcjell ndonjë mesazh politik, të them kushtimisht, por me këtë kryetari i gjykatës kushtetuese e ul vetë pozitën e vetë dhe ul pozitën e kryetarit apo të parit të këtij institucioni, fillimisht duke mos e njohur mirë kushtetutën, atë që duhet ta mbrojë ai, aty ku është ulur dhe ku është zotuar se duhet ta mbrojë. Ai duhet ta di edhe këtë punë se së bashku me gjuhën maqedone, gjuhë zyrtare në Maqedoni është edhe gjuha shqipe. Edhe duhet ta përmendë edhe këtë punë. Pastaj, ai gabon kur thotë se të gjithë qytetarët janë të obliguar që ta njohin gjuhën maqedone. Nuk ka asnjë ligj që obligon qytetarët që ta njohin gjuhën maqedone. Mustafa kritikoi edhe partitë kryesore maqedonase për mungesë vizioni dhe përgjegjësie në udhëheqjen e shtetit, duke theksuar se që nga pavarësia e vendit kanë luajtur her pas here me fatin e shqiptarëve.